Kreu i PDK-s Hashim Thaçi duket se ka patur dyshimin se mos figura e tij nuk do të përbënte interes për Washingtonin e vitit 2001, pas popularitetit që kishte patur lideri historik Ibrahim Rugova. Kablogramet e Wikileaks publikojnë një dokument konfidencial i nënshkruar nga shefi atëhershëm i zyrës amerikane, ambasadori John Menzies, i cili tregon një raport për Thaçi në prag të vizitës së tij në SBA. Në kablogram shkruhet se Thaçi do të kërkojë demonstrim të miratimit të tij në masën më të madhe për të forcuar imazhin e tij në Kosovë, por dhe për shkak se dëshiron njohjen. Fati i tij politik në Kosovë po bie. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Rugova ka rreth 12 vite të përfshirjes politike dhe leadershipit në Kosovë, sikurse edhe një ndjenjë ende shumë të fuqishme të popularitetit në favor të tij. Thaçi gjithmonë do të mbetet prapa personalitetit të Rugovës si një figurë babai për shqiptarët e Kosovës, publikon Wikileaks. Ndërkohë një tjetër kablogram i publikuar më herët tregon se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar 2 herë me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Sipas kablogramit të Wikileaks, i pari që e konfirmon takimin është një dokument i dërguar nga misioni SBA-s në OKB më janar 2008. Aty ambasadori i atëhershëm amerikan, Khalil Izat, shpjegon takimin e tij me presidentin serb Boris Tadić, që i kishte treguar për takimin me kryeministrin Thaçi. Kablogrami tjetër është dërguar nga ambasada në Athinë për në Washington dhe konfirmon takimin e Tadićit me Thaçin, ndërsa ky i fundit ishte në opozit. Dokumenti është dërguar nga ambasadori Charles Reis, i cili raportonte për vizitën në Greqi të presidentit serb Tadić dhe atij malazez Marović.